Dy epokat jetësore. Në epokën e kaluar, jeta zhvilloi ngadalë. Me këtë, gjithçka lëvizte ngadalë. Koha kalonte ngadalë, njeriu mësonte ngadalë, ushqimi bëhej ngadalë dhe konsumohej ngadalë, miqësitë lidheshin ngadalë dhe zgjatnin shumë, bisedat zhvilloheshin ngadalë dhe ishin të gjata, udhëtimet ishin të ngadalshëm por me shumë eksperjenca e kujtime, për një fjalë të urtë apo dije udhëtohej me muaj, për një takim ndroi me vite, gjithçka arrija të ngadalë largohej. Po tani, jeta dinamike gjithçka ka përshpejtuar. Koha kalon shpejt pa e vërejtur fare. Detyritë vinë e shkojnë pa lëvizur nga vendi, miqësitë lidhen e shkëputen nuk i zë java, ushqimet përgatiten brenda natës por ruhen me vite, më shumë pëlqet fotografia se vetë personi, më mirë bisedohet nga largësia se brenda dhomës, shok kemi shumë por miq kemi pak, takimet realizohen pa u takuar fare, askush nuk pyet për të kaluarën sepse e tashma aq shpejt lëviz saqë gjithçka duket si e kaluar. Shpejt gëzohemi, shpejt hidhërojemi, shpejt pajtohemi, shpejt bashkohemi dhe akoma më shpejt ndahemi, që është epoka jonë dhe ne akoma themi si jemi duke jetuar, në vend të themi si jemi duke ndërruar.